dashur miq, mbas kësaj pauze të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish në studio, jemi në Vlora Business, unë jam Adriatico Lemi, jeni në programin e përjavshëm në Radio Vlora, çdo të hënë orën 20:30 dhe çdo të martë në orën 21 në televizionin Amantja do ndiqni Vlora Business. Një program i organizuar nga Radio Vlora dhe televizioni Amantja për t'i dhënë hapësirë biznesit lokal, biznesit tonjat. Sot kemi të ftuar në programin në pjesën e dytë të programit ton zonjën Shira Shimoni, e cila është përfaqësuese e pasticqerisë izraelite, pronare e pasticqerisë izraelite, një nga investitorët e qytetit ton. Intervista me Shirën duhet në anglisht, kështu që do keni pak durim, domethënë që unë i bëj pyetjen në anglisht, ta përkthej dhe përsëri të flasë Shira në anglisht dhe ta përkthej përsëri. Okay. Thank you for coming, Shira. Thank you. Faleminderit që erdhe, Shira. Faleminderit, më tha Shira. Okay. Let's start from the first question. Fillojmë nga pyetja e parë. When did you first arrive in Albania? Kur mbrite për herë të parë në Shqipëri? Next month I'm going to be here for 2 years. Muajin tjetër mbush 2 vjet këtu. Why did you choose Vlora? Pse zgjodhe Vlorën? It's not that I really choose it. I didn't have much choices. Nuk është se zgjodha, nuk është se kisha zgjedhje të tjera. My husband is managing a fish farm here in Kalburun and I followed him. Buri im është duke menaxhuar fermën e peshkut, rezervatin e peshkut në Karabrun dhe unë e ndoqja atë. What is the difference between Vlora and your hometown? Cili është ndryshimi ndërmjet Vlorës dhe qytetit tuaj të lindjes? First, my hometown is much bigger. Së pari, qyteti im I lindjes është shumë herë më I madh. And also here in Vlora is a city of summer. In the winter it's a little bit sleepy and I'm not used to it. Dhe Vlora është një qytet I verës dhe në dimër është pak I fjetur dhe nuk jam mësuar me këtë lloj, domethënë me këtë lloj ritmi të qytetit. But there is something that I really like here is that the sea is very near. Po ka një gjë që unë e pëlqej këtu është që deti është shumë afër. Your coffee shop is different from the rest of coffee shops in the town. Is the furniture and the ceiling Israeli style? Pra, kafeneja ju është e ndryshme nga ato të tjerat në qytet. Një gjë tipike kësaj është mënyra e mobilimit dhe tavani. A janë këto të stilit izraelit? Okay, so first we want to give the clients a homey feeling and ambient, cozy and warm. Së pari doni t'ju jepni klientëve tan një ndjesi si të ndiheshin në shtëpinë e tyre, një ambient I cili të ishte I rehatshëm dhe I ngrohtë. You are not allowed to smoke in our coffee shop. Një nga domethënë veçoritë e kafenes tonë është që aty nuk lejohet që të pish duhan. So we don't have the bad smell of cigarettes. Kështu që ne nuk kemi atë aromën e keqe të cigareve. Also we don't have alcohol and beverage. Gjithashtu ne nuk shërbejmë as alkool as apo pije. And from this reason, I think we attract a lot of women and families to come to our coffee shop. Dhe për këtë arsye ne tërheqim shumë gra dhe familjar që të vinë dhe të vizitojnë domethënë kafenen tonë. Also, we don't have television because we don't think that it's much of necessity to have in coffee shop. You want to come and be with your friends. Gjithashtu ne nuk kemi televizor sepse ne nuk besojmë që njerëzit duhet vinë në një kafene dhe të shikojnë televizor, po arsyeja për të ardhur atje është të vish dhe të rish me shokët e tu, me miqtë e tu. About the furnitures, it's not really Israeli style. Për sa I përket mobilimit nuk është tamam stil izraelit. The ceiling is painted with an Israeli paint that you can find here in Albania. Ajo tavani është lyer me një bojë izraelite, të cilën mund ta gjeni edhe këtu në Shqipëri. And the furnitures were like just our imagination. We created them with our mind and what we thought would be nice. Dhe ndërsa për sa I përket mobileve është thjesht imagjinata jonë dhe menduam domethënë ashtu si e menduam ne që mund të krijojë një ambient I këndshëm. Only one thing that we have, like in a lot of places in Israel, is the corner which look like a saloon that you can come to hang with your friends, with large groups. E vetëm gjë domethënë që kemi ne ose kemi marrë nga Izraeli është ajo vendi I cili duket si sallon, kur në momentin kur vijnë grupe të mëdha mund të ulen aty dhe mund të rinë më rahat se sa domethënë tavolinat normale. What do you sell in pasticceria izraelite? Çfarë shisin në pasticcerin izraelite? Is it more traditional Israeli or Western sweets? Është
ëmbëlsira tradicionale izraelite apo domethënë ëmbëlsira me bazë perëndimore? Do you prepare Albanian traditional sweets as well? A përgatisni ju ëmbëlsira tradicionale shqiptare? Okay, so in our coffee shop you can find also some traditional Israeli stuff like cheesecakes, kek me maja, fruit cakes. Në pasqyrin tonë mund të gjeni domethënë ëmbëlsira tipike izraelite si për shembull cheesecake, pra kek me djath me maja ose kek të ndryshme me fruta. And also you can find things from Western Europe, like tart Black Forest, soufflé chocolat, strudel. Pra, strudeli, sufle me çokoladë janë gjëra tipike perëndimore dhe këto mund t'i gjeni në pasqyrin tonë. What about Albanian traditional sweets? Po për ëmbëlsirat shqiptare. We are not making traditional ëmbëlsira sweets because of the reason that first, we don't know how to make them. Ne nuk bëjmë ëmbëlsira tradicionale shqiptare për arsye se ne nuk dimë se si t'i bëjmë ato. Yeah, it's your tradition, not ours. Është tradita juaj, jo e jona. And last year at Vitineri we made like a small try to make baklava, but it wasn't much success. You failed successfully. Yeah, people told us that it wasn't that good. Dhe vitin e kaluar ne u përpoqëm dhe për vitin e ri të bënim baklava, do të bëjmë një provë të vogël, po njerëzit na thanë që nuk ishte aq e mirë. So we leave it in your hands. Pra baklava u lëm në duart tuaja. How many people work for pasqyria izraelite and who cooks there? Sa njerëz punojnë për pasqyrinë izraelite dhe kush gatuan atje? Okay, we have 7 workers. I have a shift manager, and my mother-in-law, she is the chef. Ne kemi 7 punonjës, ne kemi gjithashtu edhe një menaxher I cili ndron turnet dhe vjerra ime është shefi, është kuzhinieri kryesor. And she and me are in the kitchen, and also, of course, my husband that comes usually in the evenings. Ajo dhe unë, pra ajo dhe vjera ime jemi në kuzhinë dhe pastaj sigurisht buri im I cili vjen gjatë mbrëmjeve. And what's your mother-in-law name? Si quajnë vjerën tuaj? Her name is Naomi Binder. Naomi Binder. Yeah, and she cooks very well, everything. Really? Është Naomi Binder dhe ajo gatuan shumë mirë gjithçka. Is that true, or you just say because it's your mother-in-law? No. Është e vërtetë apo thua se ke vjerë? It's the truth. You can ask everybody. Okay. What are some of the products a customer cannot find elsewhere? Cilat janë disa nga produktet që një klient nuk mund t'i gjejë në vend tjetër veçse te pasqyria izraelite? Cheesecakes you cannot find here. Cheesecake janë një nga ata që nuk mund t'i gjeni në vend tjetër. Soufflé chocolat. Sufle me çokoladë. We have what's in cheesecake? Çfarë ka një cheesecake që se gjen në vend tjetër? What are the ingredients of a cheesecake? Ingredients. We use ricotta cheese. And some we put with we have 3 kinds. We have one with pears, medard. Cheesecake me dard, do të thënë përdorni djath ricotta cheese. Pra djath ricotta me kemi 3 lloj, një lloj është me dardh. We have another one that we cook in the oven. It's the usual cheesecake that you can find also in America. Bëjmë një që bëjmë në furrë është ai cheesecake-u tipik, domethënë që mund ta gjesh edhe në Amerikë. And we also have another kind which is like a cream cheese. It's sweet. We don't bake it, and on the top of it you have like a biscotte and grill. Okay, kemi edhe një tjetër domethënë që I cili domethënë nuk piqet, nuk futet në furr, por domethënë lihet ashtu dhe në mbi të hedhin biskota të grira. You know, because it's hard to mix two ideas, cheese and cake in Albania. Sepse në Shqipëri është pak e vështirë të ngatrosh dy idetë. Ideja djath dhe ideja cake. They are separate. Cheese is like salty thing and cake is sweet. Of course, at the beginning when people saw it, they didn't get the idea, but after they try it, they come back and back and back. Në fillim njerëzit kur e provonin atë, domethënë nuk e kuptonin aq mirë idenë, domethënë si mund të ishte një kek me djath, por pastaj domethënë vinin përsëri për ta provuar. Are you having a hard time running a sweet shop when people are more and more health conscious, and there is not a secret that sugary foods are no good for your health or your waistline? Apo kalon në vështirësi të drejtoni një pasticeri, të keni si biznes një pasticeri ku njerëzit janë gjithmonë më të ndërgjegjshëm për shëndetin e tyre dhe nuk është më sekret që ushqimet me përmbajtje sheqeri nuk janë shumë të mira për shëndetin, por edhe për trupin. Kur ha ushqime me përmbajtje sheqeri nuk e ke trupin në formë.
Okay, first of all, our products are not that sweet because we try not to use big amounts of sugar. Së pari produktet tona nuk janë shumë të ëmbla sepse ne përpiqemi mos përdorim sasira të mëdha sheqeri. We are very aware of the big amount of diabetic people here in Vlora, so we try to make special products for them. Ne jemi shumë të ndërgjegjshëm për sasinë e madhe të njerëzve që vuajnë nga diabeti këtu në Vlorë, kështu që ne përpiqemi të prodhojmë produkte të veçanta për ta. For example, we have a carrot cake which is sugarless at all. Për shembull, ne kemi një kek me karrotë i cili është pa sheqer fare. And we have some kind like strudel, but it's with the artificial sugar. Ne kemi një lloj tjetër, domethënë që është një lloj strudeli i cili bëhet me sheqer artificial. And also, I just want to say that I got a lot of good comments from people that told us that because we don't make very sweet things, they like to eat our products. Edhe gjithashtu dua se harrova të them, kam edhe komente nga njerëzit të cilët thonë që arsyeja pse ata vinë dhe frekuentojnë pasqerin tonë është se ne nuk i bëjmë shumë të ëmbla ëmbëlsirat.